ky reagimi i Ramës, qëndrime që mban, takimi që pati në Durrës te bashkia, teksa kishte edhe disa protestues atje, gjuha e trupit, pati edhe përplasje që urdhëron edhe policinë, po merrni atë. Ai polici duhet pushu nga puna, që ka pranuar një urë të jashtëligjshëm për të shoqëruar person. Unë siguroj si njësi ligjit që nuk ekziston asnjë mundësi e tillë që një kryeministër, që çdo person jashtë strukturës policisë të urdhërojë një polic për të bërë shoqërim. Shoqërimi ka kushtet e tij, për një flagrant caktuar, për një dyshim caktuar, nëse ka për të ngritë atë një pretendim mund të ketë aty nga ana juridike, nëse personi ka ofenduar, po, ai ndalohet, po e me urdhën e tij. Merren dhënat. Ka kalim kompetencë, nuk. Jo, polici po. Po s'morën një, morën disa. Disa, patjetër. Po këtë me mjekër që ishe këtë gjatë, me mjekër të një, të zduta këshin marrë. Qofse njojnë, ti person, ke ofenduar kryeministrin, do të kesh bësh me një kallëzim penal, për ofendim, base po, ti e merr shoqëron se thot kryeministri ja. Nuk shkon, nuk ekziston. Nuk ekziston. Aty policia mund të rrynë nëse ai rrezikon jetën ose bodyguard e tij. Por ne kemi ndërtuar policinë në atë mënyrë që as ministri i rendit nuk jep urdhra, po bile është kompetencë vetë policit dhe përcaktuar në ligjin për policinë e shtetit. Kur bëhet shoqërimi, i cili nuk zgjat aq sa është nevojshme për sqarimin, për cilin e ke shoqëruar dhe kur më tepër se 12 orë. E qartë. Besoj që jam plotësisht i saktë për të që po them. Prandaj edhe unë doja që ta ceket. Policia atje duhet të pezullohet policën. Se ka shoqëruar atë në kushtet e shpërdorimit të detyrës. Meqense jemi po te policia, për sa përket një nga protestat që unë doja ta vlerësoja dhe njerëz që në Velipoj që po bëhet një protestë atje. Përplasje e policisë midis protestuesve. Nuk i di le të ketë përplasje, nuk i di si është gjendja si është çfarë fakti kemi, a i kanë letrat, as i kanë letrat nuk i di. Është diçka tjetër. Se mund të ketë probleme porosie që varet se si e shohin, duke qenë që po si frymë proteste protestat gjitha ne janë të mirëpritura për të mbrojtur drejtën, po nuk e di si është e vërteta e procesit. E qartë. Për mbyllje se më ka ndodhur që unë vetë kam ndihmuar dikë që ngritë zërin, por kur pash ai e kishte zënë pronën. Edhe nuk e di. Në këtë rast kurse di nuk kam çfarë të them. Shumë korrekt. Je shumë korrekt për të lloj qëndrimi derisa po të marr rast tjetër për shkakun që po shoh letrat e një personi që kemi njohur, ka ndodhur një vrasje përballë me mbrapa shtëpisë fëmijës në Tiranë. Dhe akuzohet një polic atje, dhe vllai i tij. Një është polic që ka mbaruar shkollën në Turqi, duke njohur me ca akte, kam pa që pjesa e policisë ka vepruar shumë gabim. Duke njohur me akte, duke njohur me ekspertizën balistike, po dhe me ato të kuformës, ku prevalon ajo kuformës, nuk është vrarë andej nga thuhet. Por mua ndryshim provash. Jo, është keq drejtuar i gjithë procesi i jetimit. Edhe jo me armën me cilën thuhet. Pra, edhe nuk janë përshtuar pistat e tjera për të thënë që është kjo. Por të mund të themi që kemi organizim të mirë, po tani ka një vit e ca që Çim Duga dhe vllai vet Flor Duga janë në burg. Duke parë aktin, duke parë nga sa larg i thonë që ke qelluar, po jo me fakte të pakundërshtueshme, domethënë. Për mua aty ka nevojë, kur shkohet te pista përfundimtare, duhen përshtuar pistat e tjera, se kanë bërë fare këtë përshtim. Akti ekspertimit të kqyes kuformës hedh poshtë atë balistik. Dikush thotë është qelluar me të kalibër, po është qelluar ose me armë sportive, po është qelluar me kalibër tjetër.
Po ai ka libri tjetër, mund të jetë një armë që ka qarkulluar vetëm nga forca speciale. Kështu që duhet parë se si e ka ndërtuar. Por këto janë gjëra që duke njohur markuzimin ta flas. Kurse atë nuk e kam parë letrat, nuk e di se çfarë thuhet, domethënë. Mund të Je shumë i qartë dhe shumë korrekt në kemi të tilla dhe kanë tjerët gati 15 muaj që rinë atje. Edhe kështu që për diçka që s'janë fare ndjenije, që s'kan fare lidhje ndoshta edhe me situatën. Po që është një rast i tillë që është kështu, se kur hyn në kriminalistik dhe e sheh që prevalon midis dy akteve, prevalon kthyrja e kufomës krahasim me atë balistik.